ndodh ajo që askush nuk e priste kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Një moment që nisi krejtësisht I qetë përfundon në një situatë të rëndë dhe tronditëse për të gjithë banorët dhe publikun. Teksa Alba ishte e përkullur duke mbledhur disa letra që I kishin rënë në tokë, ndodh një përplasje e papritur pas saj, sipas pamjeve dhe një fotografie që më pas doli në qarkullim, dyshohet se Eliona e ka shtyr Albën, duke bërë që ajo të humbas ekuilibrin dhe të përplaset fort me pjesën e pasme të kokës në pllakat e dyshemes. Goditja duket e rënë dhe reagimi I Albës thuajse mungon, çka ka rritur edhe më shumë shqetësimin për gjendjen e saj shëndetësore. Ajo që ka habitur dhe revoltuar publikun është fakti se, për disa çaste, banorët e tjerë ndodhen pranë Albës, por reagimi I tyre duket I ngadalë dhe I paqartë. Ndërkohë Alba qëndron e shtrirë në tokë, pa reaguar, duke e bërë situatën edhe më alarmante. Vetëm pas pak çastesh kuptohet serioziteti I ngjarjes dhe ndërhyet për t'i dhënë ndihmën e nevojshme. Dalja e fotos që tregon momentin se si dyshohet të ketë ndodhur ngjarja ka ndezur rrjetet sociale. Publiku ka shpërthyer në reagime të forta, duke kërkuar sqarime të menjëhershme nga produksioni dhe transparencë të plotë për atë që ka ndodhur realisht. Komentet janë të shumta dhe të ndara mes atyre që kërkojnë përgjegjësi maksimale dhe atyre që presin versionin zyrtar të ngjarjes. Pas incidentit, Alba u dërgua në spital dhe u rikthye më vonë në shtëpi, por në gjendje jo të mirë shëndetësore. Mjekët I kanë rekomanduar pushim absolut dhe moslëvizje për të paktën 2 ditë, pasi goditja në kokë është serioze dhe kërkon vëzhgim të vazhdueshëm. Kjo ngjarje ka lënë një hije të rëndë mbi dinamikën e shtëpisë dhe ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi sigurinë, përgjegjësinë dhe mënyrën se si trajtohen situata të tilla brenda formatit. Tashmë pritet reagimi zyrtar I Big Brother Kosova, pamjet e plota dhe sqarimi përfundimtar I asaj që realisht ka ndodhur në ato sekonda vendimtare.